Para 20 vjeç, po pija kafe me një avokate, mikën time, dhe me tregoj një ngjarje që i kishte ndodhur në zyrën e saj. Ajo si çdo njeri tjetër që kishte zyrë private, e kishte zbukuruar zyrën me disa thënie për drejtsinë. Por një ditë shkon një person, i cili kishte nevojë për një avokat, futet tek zyra, ajo e mirëpret dhe i thotë të ulet në koltuk. Në momentin që ai ul në koltuk, kur u kthy me shikim nga muri, pa një thënie ku thuhej: "Prona i takon të Zotit." Dhe ai më njëherë i thotë: "Zoj, unë kam nevojë për një avokat, por me sa duket unë pas ke marrë në zyrën e gabuar." "Pse?" i thotë ajo. Thotë: "Unë kam marrë se kam i qeshje pronësie." Thotë: "Po këtu pas ka një thënie, prona i takon të Zotit. Në fakt, unë nuk jam i Zoti i pronës, por unë jam më i Zoti se i Zoti i pronës." Edhe ajo ja kthen me të qeshur, i thotë: "Nuk ka problem, kjo është një thënie, thotë, sa për të kaluar rrallën. Ne jemi me parimin që prona shkon ke më i Zoti, jo ke i Zoti." Prandaj vrasja e këtij gjyqtarit e lidh këtë ngjarje është diçka që ka të bëjë me pronën. Zotëri, nëse prona ka shku tek më i Zoti, gjyqtari ka vrarë me çekiç. Dhe unë, si njeri me shkollë, nuk mund të përkrah asnjë lloj vrasje, por një gjë garantoj, vrasja me çekiç është shumë më e madhe dhe më e keqe se vrasja me plumë.